Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton askush të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta më të sinqerta janë për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi me një emër tjetër nga cilësitë e Allahut Azza wa Jall dhe kemi thonë se do mundohemi çdo javë të ditës së xumës të morëm nga një emër të ri me qëllim që të njohemi më mirë me Allahun, respektivisht me cilësitë e tij, e që pastaj këto njohuri tona të na bëjnë që të afrohemi më shumë me Allahun, që të bëjmë që ta njohim më mirë Allahun përmes cilësive të tij, e që kjo të reflektojë në zemrat tona, që të ndikojë në adhurimet tona, që të ndikojë në cilëtetin e veprave tona imanore, respektivisht në adhurimin e Zotit ton. Të nderuar vëllezër besimtar, e kemi pas herën e fundit emrin Malik apo Melik. Në këtë drejtim do flasim sot për një emër të Allahut i cili quhet El-Quddus, që nuk kupton është një emër i Allahut, cilësi e Allahut që vjen në Kur'an dhe Sunet, dhe për këtë nuk ka më dyshje si cilësi e Allahut, mirë po çysh vije ky emër, dietarët kur e kanë hulumtuar Kur'anin kanë gjetur se ky emër i Allahut apo ky cilësi e Allahut vjen e potencuar dy raste në Kur'an. Do të dy herë përmendet kjo cilësi në Kur'an dhe vije e shoqëruar me emrin që kemi përmendur në herën e fundit El-Malik, do të El-Malikul Quddus. Sa për kujtim shkurt, El-Malik kemi thonë është cilësi e Zotit ton Allahut që nuk kupton se pushteti i tij, pushteti i tëri është i Allahut, do të thotë Allah ka pushtet absolut, mirë po ai manifeston këtë pushtet përmes drejtësisë. Gjërsa emri i Allahut El-Quddus nuk kupton ai i cili është i vetmi i denjë për të adhuruar, respektivisht nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut, dhe në këtë drejtim ai është i pastërt nga të metat të cilat të tjerët janë veshën Allahut. Këto nuk besoj që këndoj me bo elaborim të shumë, sepse si dështë për Islamit, keme po se si të tjerët i adhurojnë ato zotat e tyre, ato idhët e tyre, do të i veshën emra që nuk i përkën Zotit, cilësi që nuk i takojnë Allahut, andaj do të Allahu është ai i cili është pushtet plot, është absolut në pushtetin e tij, është sundues i drejtë dhe në këtë drejtim është i pasur nga të metat dhe shpiket që të tjerët janë veshën Allahut. S'kemi me shku shumë larg, në Kojshillak kime gjetë që ka njerëz që janë veshën Zotit, se ka Allahu na fal, se pa përmendë vësa për shembull tyr që ka bashorte, ka vlad, ka non, do të thotë këto në cilësi që Zoti nuk i ka. Andaj Allahu është i pastër nga këto të meta që të tjerët janë veshën. Gjithashtu kur flasim për kuptimin gjuhësor, thamë se ka kuptimin e pastër, që nuk kupton është diçka larg të metave. Andaj e keni pa sot është aktuale çështja e Gazës. Allahu i lutsoft vëllezërit e muslimanë shëroft atje, është në Palestinë, në gjendet xhamia e tretë për rëndësia, xhamia Kudset, që ndër dietar ka mendime është xhamia e Shajt apo e bekuar. Ajo që marrin mendim shumica ulemave thonë është vend i bekuar, pse se është vend ku ka shumë pejgamber që kanë ardhur dhe duhet të jetë e pastër prej mëkateve, shirkiateve dhe kufriateve. Andaj këtë them se e tillë është tokë me bereqet. Allahu këtë emër e ka përdorur interesant. Rastin e Ademit alayhis salam, e dini kur Allahu i njoftoi melaçet se do zbret në tokë një mëkëms. Allahu në Kur'an thotë: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifa", dhe kur Allahu i tha melaçeve, unë kam për ta
bërë një mëkëmbës në tokë dhe pastaj qalu ataj'alu fiha ma yufsidu, a kemi bë një mëkëmbës kurse ata kanë me shkaktu trazira në tokë dhe po thojnë me laqet wasfiqu dima'a dhe kanë me dirë gjak, kanë me bë lufta wa nahnu nuqaddisu lak, gjërsa ne jemi ata që ty të madhërojmë me lavdërim plot dhe plotësisht të adhurojmë. Dhe në anën tjetër të ndërua Allahu besimtar po tregon nuqaddis, ne kur të adhurojmë nuk jemi sikurse një pjesë e njerëzve që bojnë kufriate, shirkiate, do të thotë beson Zot, po beson me çdo cilësi si ka Allahu. Andaj kur të besojsh Allahun, dosh me besu për cilësisë el-Quddus, respektivisht që ti je që beson Allahun me cilësi që Allahu ka kërkuar me besu. Allahu është i vetëm. Dhe për me kuptu se qysh është Allahu el-Quddus, mjanë hakun emrit Allahut, argumentohen me Kur'an. Dhe e marrëm surën Ikhlas, ku Allah thotë qul huwa Allahu ahad. Thuaj ti aty që përthojnë se Zoti është një. Allahu Samad, ai është i vetëm, s'ka asgjë që përngjon atij, as ka lind, as ka për të lindur, dhe kjo është ajo cilësia që ne e pastrojmë Allahun prej të metave që të tjerë janë veshën. A ka nevojë Allahu për neve? Jo, vëllezër besimtar, Allahu nuk ka nevojë për neve, edhe nëse ne asnjë fjalë që thojmë në këtë drejtim në rrugt të Allahut, të nderuar vëllezër besimtar, kish më mjaftu fuqia e Allahut. Mirë po, Allahu e ka bërë tokën mejdan të së edhe të vërtetës ku luftohet në dy palë. Andaj për neve të nderuar vëllezër besimtar, nëse dëshojmë me kon në pjesën e karavanit të atyre që punojnë për hajër, urdhërojnë të mirë dhe të ndalojnë në të keqen, duhet ta fusim në përdorimin tonë të përditshëm, në të ftuar njerëzit e Allahut, cilësinë e emrit el-Quddus. Andaj këtë drejtim Allahu është ai i cili është patmeta larg don aty në shpifjeve që njerëzit i bëjnë ndaj tina, dhe në këtë drejtim të ndërua Allahu besimtar, çështja jo në raport me Allahun duhet të ndërtuar mi emrat e Allahut. Shembull konkret, përpojmë një lloj parafrimi. Tham Allahu është el-Quddus, i pastër nga tmetat që ja veshin atij. Nëse kemi një familje të mirë, të afruar me një zot shtëpisë i cili kujdeset me mendimin e tij në për familjen e vet, maksimumin e tij. Mirë po ka veç një cilësi të keqe, lum bijaz. Ai thuhet çtina zoti i shtëpisë i mirë. Ai thuhet çtina që është kujdestar i mirë. Jo, kjo është gabim, sepse ai ka me humbit pasurinë duke ecë mas bigjozit. Gjithashtu të dëvëllozën besimtar, Zoti ynë nuk ka asnjë tmet, nuk ka që të popullin behane, mirë po është i pastër nga veshjet që të tjerët i bëjnë në raport me të. Dhe dietarët thonë, pastaj duke nisur këtë në cilësi u takon robëve të Allahut që kudo që jetojnë, kudo që veprojnë, kudo që qëndrojnë, të promovojnë këtë cilësi të Allahut, mos të lejojnë që të përlyhet emri Allahut me këtë cilësi tonë, e nëse autoriteti ynë përfundan, ose e një vetën dopt, e kitë ndalu me najt ato ku përdhoset emri Allahut, ku shohet emri Allahut, apo ku flitet me një cilësi që nuk i takon emrit Allahut. Pra më dëne, e kam pyetur me në për vend adhurimet e të tjerëve, pa marrë emna. A bën me shku në qëto faltore të tjerëve, kuptim të vizitës e sene, ka thonë, Omir radhiyallahu, largon në vendeve ku bie i dhërimi Allahut mbi tu. Ato ku të ndërvëllozën besimtar shpifet për Allahun, ku flitet për Allahun me një cilësi që Allahut si takon besimtarit me nejtë. Pse? Se ka mundësi në çdo moment me ra hidhrimi Allahut, ka mundësi në çdo moment të ndërvëllozën besimtar atë nej, atë mbledhi, mi përfshi hidhnimi Allahut dhe pastaj të ndërvëllozën, veç Allahu e din çka ndodh. Andaj ne çfarë bëjmë? Largohem jo vetëm për vendeve, mirë po, edhe nëse dikush ka një qase ku dënë me ofendu Zotin ton, dënë me shoh, dënë me marrë një qase që nuk i ka hije muslimanët me nejtë, spaku, largohem, me urtësi, me qetësi,
tu e mosëm ta kanë mënajt këtë, e ju vazhdojnë me t'juvën, e pastaj të Zoti takohemi. Andaj në këtë drejtim ndikimi i emrit El Quddus në zemrën e besimtarit do të ai i cili e angazhon, e vën lëvizje besimtarin që të veprojë mirë, të ndalej nga keqja, mirë po edhe të ftoj të tjerët në besimin drejt Zotit. Andaj vëllezër besimtar, se Allahu nuk është asgjë. Allahun nuk ja përgjon asgjë, edhe nëse flasim për koncepte të njëjta. Shpeshherë kemi edhe brenda muslimanëve kuptime të ngushta rreth çështjeve që kanë të bëjnë me Allahun. Për shembull, Allahu thotë: "Lejse kemithli shay'un." Nuk ka asgjë që përgjon Allahut, përgjason Allahut. Bëj çto, jemi në rregull. Mirë po Allahu është Samiul Basir, dhe pohozën ajete thotë, dhe është ai i cili është dëgjuesi dhe shikuesi. Shumë musliman kanë pas të lashë me kuptu konceptet që lidhen me cilësitë e Zotit. Nëse Zoti sheh dhe nëse Zoti dëgjon, e qysh po shef ka Zoti, atë kemi bëj me konceptin njerëzor, jo, çtu do të më nal. E besojmë atë çfarë ka thonë Allahu, mirë po kejfije dhe në arabisht, mirë po gjendjen se si është, ja, s'na takon me vetë, është bidat, sepse Allahu nuk i ka përshkruar këtë cilësi. Mirë po besojmë se Allahu është ai që dëgjon, edhe ai që sheh. Kaq. Andaj Allahu është i pastër, nga cilësitë që tjerë janë veshën, ose të ka ndodhur që më jam hu cilësitë. Jo qysh Allahu po dëgjoj ka, po dëgjon, edhe sheh, edhe është i gjithditur për të që veprojnë, mirë po është i pastër nga gjitha të metat nga të cilat njerëzit kanë mundësi me i shpiv, apo mos e bazot edhe kanë edhe muslimanët ndodhë që cilësitë e Allahut si pasojë e mendjes njerëzore të kufizuar, s'mundën me kuptu. Mirë po, çfarë themi na, e besojmë atë që ka në Kur'an dhe atë çfarë ka në Sunet, gjithashtu të pyeturit se çfarë dëgjon Allahu, e ç'kjo është çose gabim, ç'kjo është pej çoseve të bidatxive, ata që nuk i kuptojnë çështjet fetare dhe pastaj mundohen me impru nivel njerëzor. Jo, mendja njerëzore është e kufizuar me kuptu se si funksionon Allahu në detaje. Na zatëm që të kamerë se dim që funksionon. Para neve është që mikrofon se të në sakse që funksionon, pse nuk e fushës, andaj këtë drejtim se mena wa atana dëgjuam edhe u bendëm dhe kjo ka për të mjaftuar dhe për të ndikuar në zemrat tona.